Përshëndetje të gjithëve. Shikoni çfarë kemi sot në tavolinë. Janë speca me gjizë, por të gatuara në një mënyrë krejt të veçantë. Është një recetë e thjeshtë, ekonomike, por plot shije. Para se të fillojmë, mos harroni të më bëni like dhe të abonoheni në kanalin tim për më shumë receta të reja. Fillojmë nga puna. Në një grirës perimesh, unë do gri një qep. Është e madhe kjo qepa e plot. Me që në grirës unë tani në verë gri domaten, ndaj e përdor dhe për qepën. E bëjmë që e bëjmë grirësin pjesë. Kam shtuar në tikan vaj ulliri, shtojmë qepën, i bëjmë një kaurtisje të mirë qepës. Edhe këtu kam një domate të pjekur mirë. E kthejmë edhe domate në puret e ky grirës. Nëse do ishin domate mesatare, atëherë do grija 2 domate. Një domate mjafton për këtë salcë. Qepa ka filluar të marrë ngjyrë, shtojmë domatet. Do t'i shtojmë kripën në këtë moment. Një lugë kafeje me kripë, një maj luge të vogël me sheqer për të larguar atë aciditetin që lëshon domatja. Shtojmë dhe pak piper të zi. Si e shikoni, këtu kam speca janë goxha të mëdha, i bëjmë këtë prerjen, si dollap që t'i largojmë farat në këtë mënyrë. Edhe speca nuk dëmtohet, por qëndron e mbyllur. Kështu do vazhdojmë radhë me specat që do mbushim. I bëjmë këtë prerjen horizontale, por edhe këtë tjetrën vertikale. I largojmë farat. Specat tashmë janë gati. Këtu kam një domate të pjekur mirë. Këtë domate do ta pastroj nga lëkura, pasi do ta grij në kubik. Nuk do ta kthejmë në pure. I pastrojmë këtë pjesën fundore dhe më pas e presim në kubik. Domaten do ta përdorim për mbushjen e specave. Ja dhe salsa është tharë. Janë tharë lëngjet e domateve, më saktë të shprehemi. I shtuam një lugë të çajit me krem hudhre. Me njerë kremi i hudhrës e ndryshon atë teksturën. Sigurisht nëse nuk e keni kremin e hudrave, mund t'i shtoni 2 thelpinj hudhër. Por shikoni se si e bën ky kremi i hudrave salcën. E bën shumë mirë. Këtu kemi rigonin e freskët që përgatita para pak ditësh. E largojmë salcën nga zjarri dhe e vendosim në tavë. Salca është gati. Mbushim edhe specat. Në fillim specave do t'i shtojmë pak krip, nga brenda sigurisht. Të gjithë specat do i kriposim. Dhe më pas do t'i mbushim me gjizë. Diku tek 2 lugë të çajit me gjizë. Mbas edhe më shumë varet nga madhësia e specave. I mbushim radhë specat dhe mbi gjizë do shtojmë po 2 lugë çaj me kubik domateje. I vëm edhe pak gjizë që të ngjeshet dhe mos na bien domatet. Në fund fare vaj ulliri. Gjiza që përdora për specat kishte krip, ndaj unë nuk i shtova krip gjizës. I vendosim në tavë dhe pikërisht mbi shtratin e salcës, sërish vaj ulliri dhe direkt në furrë derisa ta shikoni që specat kanë marrë këtë ngjyrë të bukur të artë. Kjo ishte edhe receta për sot, një tavë verore me speca dhe gjizë që nuk gabon kurrë në tryezë. Nëse nuk jeni abonuar ende, shtypni butonin subscribe që të bëhemi pjesë e familjes sonë të madhe të gatimit.
Ju falenderoj.